Burri im kishte vite që punonte jashtë. Ktheje një herë në 2 muaj dhe gjithçka mes nesh ishte kthyer në formalitet. As dashuri, as pasion, thjesht një marrëveshje me status martese. Gjatë mungesës së tij, ndihmën më të madhe e kisha nga kunati im, vëllai i tij, Erioni. Ai më ndihmonte me pazar, më çonte djalin në shkollë, e madje her pas here gatuanim bashkë. Ishte i sjellshëm, gjithmonë i vëmendshëm ndryshe nga burri im. Një natë, djalit tim i hipi temperatura dhe unë isha në panik. Erioni erdhi menjëherë dhe na çoi në urgjencë. Kur u kthyem, isha aq e lodhur sa s'munda të qëndroja në këmbë. Ai më bëri një çaj dhe qëndroi të më shoqëronte në kuzhinë. Aty ndodhi gjithçka. Filloi me një përqafim që duhej të ishte për të më qetësuar. Por kur sytë tan u takuan, e dija që s'ishte më vetëm për kujdesje. Ai më puthi butësisht dhe, ndryshe nga çdo puthje tjetër që kisha marrë, kjo më bëri të dridhem. Të ndjehesha femër. Të ndjehesha e dëshiruar. Nuk e ndala. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva ngrohtësi, ngjyrë, jetë. Ai më shikonte ndryshe, më prekte me kujdes dhe më donte pa folur. Që atë natë, marrëdhënia jon nuk ishte më e njëjtë. E dija që ishte gabim, por edhe ndjenja ishte reale. Dhe kjo më friksonte më shumë se faji. A është mëkat kur ndjen dashuri nga dikush tjetër brenda familjes? Apo është mëkat të jetosh pa ndjenja për vite me radhë?